Plisë se s'është akoma rada juaj. Mirë se vini në kurthin e Piterit. Shiko, nëse unë do t'rregoja një prallë sot, do zgjidhja që t'ju tregoja një prallë e cila qarkullon në fakt kudo online. Edhe është një prallë shumë e bukur. Ajo flet për një kaktus të vogël me emrin Felipe, i cili donte vetëm një gjë, një përqafim. Pralla quhet Më përqafo. Felipe vinte nga një familje e vjetër dhe e njohur, e cila kujdesej shumë për pamjen, rregullin dhe sjelljen e mirë. Në shtëpinë e tij, çdo gjë duhet ishte e pastër, e vendosur në vendin e vet, dhe askush nuk duhet të shkelte hapësirën personale të tjetrit. Ai e ndjente se familja e tij shqetësoi më shumë për gjëra që për të nuk ishin aq shumë rëndësi. Ata nuk ishin nga ata që preken lehtë, që afrohen, që të mbajnë pranë. Ndaj ai ndronte gjithë kohës dikë që të vinte dhe të jepte një përqafim. Askush nuk e bëri. Një ditë Felipe bëri një shok të ri. Ai duke i madh, i sigurt në vetvete dhe plot jetë. Ishte një tullumbace. Ata filluan të afroheshin çdo ditë dhe më shumë, derisa një ditë ndodhi ajo që duhet ndodhte. Tullumbacja u shpua. Felipe u ndje keq, shumë keq, por dhe atëherë askush në familjen e tij nuk mendoi të jepte një përqafim. Askush nuk e pa trishtimin e tij. Për një kohë Felipe shpresoi se do të gjente një familje të re, por kudo ku shkonte, nuk mirëpritej. Njerëzit kishin frikë nga gjëmbat e tij. Nuk shikonin atë që ai kishte brenda, por vetëm atë që dukej jashtë. Kështu që Filip filloi të mësonte vetmin. Filloi të shijonte gjërat në shoqërinë e vet dhe të mendonte se nuk kishte nevojë për askënd. Derisa një ditë kuptoi që ishte dikush tjetër që mund të qëndronte pranë tij dhe të mos shpohej. Ky ishte një gur. Më në fund Filip gjeti dikë që mund ta përqafonte, sepse jo gjithmonë është e lehtë të përqafojmë ata që duam. Ndonjëherë kemi gjëmba, ndonjëherë kanë gjëmba të tjerët, por kjo, si prallë, na kujton të gjithëve se dikush që na do, na kupton dhe mund na përqafoj, ekziston gjithmonë. Për të gjithë ata që ndjen të vetmuar sot. Këtë prallë në fakt e shkëputa nga rrëfimi më viral online i kohëve të fundit, është një prallë moderne që na atëroshi vëmendjen edhe thanë për gjithë ata njerëz që sonte ndoshta ndjen të vetmuar, edhe që s'kan kush të japi një përqafim, përqafimin ju japim ne këtu nga televizioni Klan dhe ju japim përqafimin më të bukur të ëngjëve tan, të fëmijëve të kurthit, të cilët vinë tani më të bukurit, më të shkatit, më të zgjuarit e kastit, ja ku janë tre të parët, më të vegjëlit, Kaltra, Zana jone vogël blu, Amari Shomeni ardhshëm dhe Tajla, sheqerka e Peter Panit. Nuk e di sa të bukur jeni, nuk e di. Jeni fantastik fare, do bëjmë shumë show sot apo jo? Do bëjmë show. Jemi gati. Shkoni uluni atë se do thoj shokët e tjerë. Amelia që mban mend çdo gjë do vi tani dhe Wenli, shkodrani më i famshëm i momentit. Asnjë program televiziv nuk mund të konceptohet nëse s'kemi një shkodran. Mirëmbrëma! Elden Eleganti, Nea Ylli ardhshëm i pasarelave dhe Ambra, mendja e bukur e Piterit. Marisol, dielli i vogël me kaçurela, bëhet gati tani të pozicionohet në pasarel dhe Hemili, trazovaçja jonë më e dashur. Mirëmbrëma Goca. Me këto mikrofonat e pas kemi të gjithë punën në Emili sot, jo mirë. Se di se ç'kan këto mikrofonat që nuk po na rinë siç duhet. Si jeni më kalamaj, mirë jeni? Do t'i kënaqim gjithë shqiptarët që po na ndjekin sot apo jo? Çfarë ndodhi më Emili, çfarë të ndodhi? Mikrofoni, më fal. Po punë e madhe që tra mikrofoni dhe mua, në fund fare as po vendosej këtu më kanë lëvizur flokët, s'duhet jemi perfekt. Edhe po ka ndonjë defekt vogël, jemi prap shumë të lezetshëm të gjithë. Jeni dakord, mor Elden? Është dita e mamave dhe kam një dhuratë për Verën dhe ty. E ke dhuratë për mua dhe për Verën? Po faleminderit shumë që ke menduar me qira fjala gëzuar festën të gjithë mamave, se është festa ndërkombëtare e nënave në të gjithë botën. Mamin tim në mënyrë të veçantë e përshëndes. Faleminderit Elden. Çfarë ke dëshirë të na thuash? Shumë faleminderit që ke menduar një herë, të falenderoj shumë. Wow, thash për kë ishin këto lule më Elden, nuk e dija që ishin për neve. Elden një gentleman i vërtet, çisa i mirë që është. Ka asa mos ngatrohet, mos kime rak se i shkëmbej me Verën, ose jemi dhe komshia, kështu që. Faleminderit shumë.
Ku e ke mamin tënde? Ke aty në sallë që ti urosh mamit festën? Po. Çfarë ke dëshirë ti thuash mamit? Dhe dua shumë. Edhe unë, thot mami. Faleminderit shumë për mendimin, shumë faleminderit. S'ka më bukur se të dhurosh lulet. S'kan thënë kot që gjëja më e bukur janë fëmijët dhe lulet. Faleminderit shumë Elden. Gëzuar të gjitha mamave këtu që kanë sjellë në jetë këta yjet që kemi këtu në kas, po të gjitha mamave të botës, të gjitha mamave shqiptare që i shkojnë komunitetit dhe publikut të kurthit të Piterit. O Amar, Mund të them diçka? çfarë do thuash ti? Se ti gjithmonë gjëra të bukura thua. Alketab. Urdhro. Dhe të thosja, Hë. e din reklamat e Peter Panit, edhe unë të kam parë të reklamat e Peter Panit, ti se shkove te dhoma, Aha. e pas ty të holli me atë televizori, e di atë televizorin. Aty më beti taj televizori aty Po. te korridori. Po, Po ti më shikon mua këtu live. Nga kutia magjike na shikon publiku, ndërsa ti më shikon këtu mua. Je i lumtur që je këtu te kurthi i Piterit këtë vit ti? Po, Pse ke ardhur ti te ky programi? të të bëm një show me shumë i qartë. Kujt do t'ja zësh vendin në të ardhmen? Si kush ke dëshirë të bëhesh? Ase? Cili prezantues shqiptar ose gazetar shqiptar ke dëshirë të bëhesh? Njeh në gazetar shqiptar ti apo njeh vetëm youtubera dhe tiktokera? Shqiptar. Do dalësh ta prezantosh ti opinionin dhe Blendi Fevzion. Po, Se natën e parë prezantove shumë bukur aty te opinioni. po, Dakord jemi? po. Ku jemi Kaltra, o Kaltra, çfarë po bën? Po, Je gati për të filluar partin me lëng frutash? pa, Do bëjmë shumë qef sot? pa, Do kënaqemi? pa. Prit tani se do dëgjoni ju me shumë vëmendje se kush do vi tani këtu. Kus ma ka marrë lëngun Do vi tani në skenën tonë një artiste që nuk ka nevojë të prezantohet me shumë fjalë sepse mjafton emri i saj. Manjola në Albani. Përfaqëson elegancën, përfaqëson shqimën, përfaqëson disiplinën. Është një nga ato artiste të rralla që i ka kaluar të gjitha brigjet e muzikës, operën, muzikën e lehtë, këngën popullore, dhe kjo është e jashtëzakonshme sepse jo çdo zë mund të hyjë në kaq shumë botë. Ka fituar çmime, ka lënë gjurmë në skenën shqiptare, por mbi të gjitha ka ditur të mbetet një ikon dhe një zonjë. Një zonjë që nuk ka ndërtuar vetëm rrugën e vet, por ka ndihmuar edhe një brez të tërë të ecë drejt artit, ka qenë zë, por edhe dorë. Ka marrë duar trokitje, por ka qenë edhe mbështetje. Dhe për të gjithë saj është dhe nënë e dy vajzave, një grua që ka ditur të mbajë bashkë artisten dhe nënën, pa humbur asnjëherë elegancën e saj të pa kohë. Sot në Peter Pan vjen Manjola në Albani. Manjola në Albani, mami më cool e Republikës. Manjola shumë e lumtur që ka ardhur, je një mike shumë e dashur e produksioneve tona. Kemi Aran Brahimën këtu, mjeshtrin ton, pianistin që na shoqëron gjithmonë. Mirëmbrëma. Do kënaqemi sonte Manjola, je në një auditor tjetër stili. Kemi gjitha fëmijë këtu që do të bëjnë një konferencë për shtyp shumë interesante. Mirë se ka ardhur në shtëpinë tonë. Faleminderit, mirë se u gjeta në shtëpinë time të zemrës në televizionin Klan, por në të njëjtin kohë me një figurë që unë e dua veçanërisht, e çmoj veçanërisht për 1000 arsye si Alketa Vejsiu. Faleminderit shumë. Edhe me një figurë të madhe që drejton nga atje lart si Vera Grabocka. Me këta fëmijë të mrekullueshëm besoj do kënaqemi. Manjola, sa bukur që duket Manjola, ha? Të gjithë kur flasin për Manjolën në fillim nuk thonë çfarë zëri që ka, se i këndon të treja zhanret, e lehtë, popullore dhe operistike, po thonë sa në formë që është, çfarë fiziku që ka, ngeli si gocë e re. Kam qef të kompliment, me thënë drejtë, dhe artistëve ju shkon shumë. Bën nga pak sport Manjola, apo sporti është vetëm puna? Sporti është puna, sidomos në disa periudha është më tepër se sport puna, ndryshe nga ç'duket. Se ne kemi këtë aftësinë që ti punon, lodhesh dhe kur del në sken, ti duket sikur sapo ke dal nga salloni bukurisë apo nga një kështu relaks i vazhdueshëm, po në fakt kemi mësuar, kemi aktivizuar ato mekanizmat tonë për t'i dhënë vetes edhe për të dalë në sken ashtu siç pret të shikoj publiku, bukur. Po tani që njeriu të bëhet më i mirë me kalimin e kohës, ka ndonjë sekret? Ta them pastaj. Do ma thuash pastaj? Jo. Jo, unë mendoj gjithmonë që kur ke një pasion në jetë që të jep një motiv, një qëllim, siç është muzika, për shembull, them që besoj shumë që njeriu është energji e madhe, edhe besoj që
pjesa e artit, pjesa e dashurisë për të krijuar, për të bukurën, për gjithçka të bukur në jetë, po edhe puna me breza të rinj, gjithmonë besoj që ndikon në këtë energjinë e brendshme dhe të jashtme. Kjo e hidraton dhe shpirtin edhe pamjen, ë? Të punosh me të rinj dhe sidomos kur ke fatin të punosh me muzikën s'ka më bukur. Po besoj që është edhe pak në natyrën e njeriut. Nëse ti je njeri që i merr gjërat më tepër sido që të vinë negativisht apo pozitivisht, unë gjithmonë çfarëdo që ndodh them prit se ka dhe më keq. Ka më mirë, po ka më keq. Zëtarojmë asnjëherë këtë, e vërtet. Kjo është e rëndësishme. Dua pyetjen e parë nga Amelia. O Manjola, unë ke kofti gjyshtësnime, kam shumë lule Manjola. Vërtet. Ato janë të bardha dhe shumë të bukura. Ti, a ke emin Manjola që të mbash traditën e luleve? Në fakt, emrin ma ka vënë Halla, edhe unë do t'isha shumë e lumtur, me qënëse lulja Manjolës quhet për bukuri, për aromë, e për disa gjërat të tjera, do më është një pemë shumë e veçantë, shumë e bukur, vërtet do doja që ata që më njohin të kuptojnë që unë i kam disa cilësit lules në natyrën time. Dhe një nga gjërat më të bukura që ke ti që të bën shumë të përveçme është dashuria madhe që ke për lulet realisht dhe për bukurit e vogla që e bëjnë shtëpinë gjithmonë një vend të ngrohtë ku njerëzit takohen për të celebruar jetën. Të shoh gjithmonë në postimet që bën që ke shumë shije në mënyrën se si e shtron tryezën, që nga porcelani i pjatave tek mënyra si lidh picetën dhe të çdo detaj tjetër i ëmbël, që e bën atë shtëpinë home sweet home. Është shumë e bukur që thuhet vogëlsirat sjellin për sosmëria s'mund të jetë një vogëlsirë. Nëse unë nuk është se e bëj për të bërë diçka të përsosur, por më pëlqen që në çdo gjë që ka brenda edhe pak dashuri për njerëzit e tu të dashur, të jem kreative, qofte me detajet vogla, dal në balkon për shembull, edhe po t'jetë sallat jeshile, një dhe ndonjë lule të bardhë sipër, po i them mos e hani. Është një hortenca, një lule bore që është tamam kështu si sallatë, e përdorin në gjitha këto butikët e bukur. Kështu që dhe sallata është fashion. Ose vjollca, që është shumë e bukur atje. Ti duhet dish kush është lule që nuk duhet të ngrënë, kaq pastaj i përdor. E ka radhën kaltra. Si është jesërito? Ma thua edhe njerë? O Manjola, si është të jesërito? Si është jesërito? E rritur, e kemi pak me tekst francez. Frëngjisht. O kaltra thuaj njerë rëra? Po sa të bukur jeni. Do t'i them ca fjalë me rë tani, të gjejmë ca fjalë me rë. Mendo ti po mendoj dhe unë. Rëra. Si e the? Lëlla. Thuaj pak Vera Grabocka. Vela Gabocka. Vela. Më gjeni një gjë tjetër me rë. Rota. Rotën e dhe tamam. Rotën e dhe ndër. Tani si është të jesh i rritur? E para një herë, unë mendoj që gjithë të rriturit duam të jemi prapë sa ju. Edhe ju, fëmijët gjithmonë doni të jeni të rritur, si ne. Por të jesh i rritur është një gjë shumë e bukur. Se në qoftë se kur je sa ju ke ëndra, të bëj këtë, të bëjmë si ky, të bëjmë kështu, të bëj këtë gjë, të realizoj këtë gjë, kur je i rritur ti ke mundësi që me mendjen tënde, me punën tënde, të krijosh shumë gjëra, të lesh shumë gjëra që kanë vlerë. Kryesorja për shembull është që ti kur je i rritur, pastaj nuk je vetëm vetë, edhe përgjigjes vetëm për veten, po ti mund të krijosh një familje që është një gjë shumë e rëndësishme. Ti lind edhe rrit edhe krijon fëmijë të cilët janë po ashtu qenjet më të rëndësishme në jetën tonë, edhe për botën po ashtu, edhe për në të njëjtën kohë në profesionin tënd ti le ca vlera, i le ca gjëra pas, krijon ca gjëra të cilat i bën ti dhe askush tjetër si ti. Prandaj ti je i rritur është gjë shumë e bukur në finale. Këtu Manjola këndon Nullën dhe këngën. Po. Është një këngë të cilën unë ja kam kënduar kur ishin vogla vajzave të mia, po në të njëjtën kohë shumë mama ja këndonin fëmijëve të tyre kur baballarët i kishin në emigracion. Për këtë gjë është krijuar kjo këngë. Është kënga e festivalit? Flio shpirti mamit. A mos e kam dashur, kam qenë fëmijë dhe ti imitoja gjithmonë me një kukull në dorë. Flio shpirti mamit, e di pse son të qanë ke lodra
Çokolata, por babin se ke pran. Mbyll pra sy qka të zemër, kujtoti sytë e ti. Në ëndër puthi pak, në mëngjes të vija i. I have a dream, a song to sing, to help me cope with anything. Bash, if you see the wonder of a fairy tale, you can take the future, even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels, when I know the time is right for me, I'll cross the stream. I have a dream, I'll cross the stream. I have a dream. O, sa bukur Manjola, na knaqe shpirtin. Sa të mirë jeni. Mojti Kaltra, qa bëje gjithkohës aty kur këndonte Manjola? Qa bëje gjithkohës? Po e ndjente shumë muzikën, ishte kështu me një përjetim shumë të veçantë. I have a dream. Kush ishte ëndra jote kur ishte e vogël dhe kur e manifestove ëndrën e parë? Vera thot për shembull që ka një moshë, nuk e mbaj mend fakt cila është tamam mosha, kur njeriu do ta ketë thënë se çfarë do të bëhet në jetë, duhet ta ditë, duket se është diku 10 deri 11 vjeç mos gaboj. Po, edhe më parë, si pasion, domethënë si. Po. Ëndra ime kryesore ka qenë të bëhesh artiste, sigurisht. Pastaj kam pasur edhe një dëshirë apo interesant, pa lidhje, për të bërë mjeke, që ndryshoi me kalimin e kohës. Edhe ajo që nuk e trahtova kur pasioni edhe gjëja që më mbush shpirtin është arti. Në shumë forma, jo thjesht në të kënduar, arti, edhe unë besoj në atë kryesoren që njeriu vjen në këtë jetë për të bërë versionin më të mirë të vetes. Është diçka e thënë, por është një gjë që është objektivi kryesor edhe për mua. Një nga gjërat më të bukura online që vëre në postimet e tua, shiko, në profilet digitale sot gjen shumë pak gjëra për të frymëzuar. Ka shumë informacion edhe të panevojshëm dhe ka dhe vanitet shumë. Postime ku se cili do të tregoj sa i lumtur është, sidomos edhe sa shtëpi të bukur ka, sa udhëtime të bukura bën, sa bukur po vishet, pak a shumë pjesa më e madhe e kontentit që gjenerohet aty është ky. Ka dhe njerëz si puna jote që ende postojnë për vizitat në muze, që ende postojnë për librat që lexojnë. Të lutem vazhdo ta bësh këtë. Faleminderit. Është shumë bukur që të gjesh online këtë frymëzim cilësor. Unë e kam thënë edhe në Instagram, në jetë, se cili nga ne ka prekupimet e veta, ka të përpjetat e veta, po në rrjetet sociale unë zgjedh të qesh. Zgjedh të qesh sepse është një formë për të transmetuar pak a shumë, jo vetëm karrierën tënde, po dhe gjëra që mund të frymëzojnë të tjerët. Librat, muzet e pikturave, shfaqjet e bukura artistike, qoftë edhe ato gatimet e mia, apo se shpesh artistët mendohen si një kategori njerëzish që nuk i kushtojnë vëmendje apo rëndësi kësaj gjëje, po ato gjestet e dashurisë për familjen më duken më të rëndësishme se shumë gjëra tjera. Bukur. Emily. O Manjola. Po. Unë ty hera e parë që po të shoh në televizor, në sken, ku këtu? Në intervistë. Në intervistë, okej. Por ti vetëm këndon, jo vetëm flet. Unë edhe ja u jap edhe ju si këshill, kur të rriteni, aq sa mund të t'ju jap këshilla,
mos u bëni gjitholog. Gjitholog, Nuk më pëlqen fare kjo mania, është tjetër të kesh dëshirë të dalësh në televizion, edhe tjetër të bësh sikur di gjithçka. Se kur bën sikur di gjithçka, ti dizinformon. Ti çon tek njerëzit të cilët e shohin atë televizorin edhe besojnë atë çfarë thon njerëzit, e dizinformon dhe nuk I le vend atyre njerëzve që kanë vërtet diçka për të thënë. Unë dal atëherë kur është diçka që I përket karrierës time, gjërave për cilat unë jam konsciente që di të flas edhe kam informacion, qoftë gjëra që kanë të bëjnë me kulturë të përgjithshme, apo me familjen, me shtëpinë, me pasionet mijat, por nëse është një emision për politikën, le të flasin ata që din ta bëjnë politikën shumë mirë. Nëse është për mjekët, le të dalin një mjek I cili ka ç'thot dhe ke çfarë dëgjon. Po ashtu për shumë profesione tjera. Prandaj unë preferoj të dale të flas atje ku vlen fjala ime edhe ku I shërben dikujt që e dëgjon. Amar djali. Ne kam radhën. Ti e ke radhën. Ua, si Gjino ke prall nga e kaluara. Ti e din? Alketa nuk Se të një duket pa I Gjino, nuk e një Gjino në hi. Ku kam ardhur në skenë, u pengova, u flica fare, lëre. Po ti, a je penguar do një herë? Me thënë drejtën ai që janë fliqur dhe unë, që të them, po kisha siklet më të madh, se përveç që u rrëzova, më hyri një pinxho I vogël si ty, që ato kishin ardhur të dëgjonin manjolën se më donin, për mirë. Po më hyri një pinxho I vogël te këmbët, u rrëzova dhe jo vetëm theva këmbën, po këndova gati një orë mbasi u rrëzova, se mendova që ato njerëz, ishte nata viti 3, duhet të më dëgjonin. Vazhdova këndove me këmbë të thyrë, 50 minuta, gati një orë. Kam kënduar ullur, derisa këmba mu bë kaq. Dhe pastaj shkova direkt në spital, edhe vazhdove rehabilitimin, pastaj mbas viti 3, festë e madhe me një këmbë. Kjo është të këndosh me një këmbë, të dashur miq. Urdhroni zoti Amar. Ti a je penguar do një herë ose me një kozë ose me një gur? Ja, sa po ta tha? Po, jam penguar me një djalë të lezetshëm kështu si ti. Ja. Muelli e ka radhën tani. Ku ishe moj kaltra? Eja këtu moj kaltra. Do vishte Alketa po jo? Kaltra, po hajde moj pak këtu. Hajde moj kaltra vogël, moj se kjo do bëhet prezantuese televizive. Kjo është një dashuri e vogël këtu, është më e vogla më e ëmbla këtu. Si do bësh si Alketa? Më e mirë do bëhet. Se vajza ime gjithë jetën ka thënë do bëhem si Alketa. Edhe ajo më e mirë është bërë. Çfarë do të bësh? Do këndosh një këngë, do të këndoj këngë, kjo është dhe këngëtare dhe prezantuese. Oj, çike spis, më e bukan pis, nati me sule tu po ma shumë baba e nonas. Oj, galuri, siri lusesi, kjo e vala si balte ti se ma dekti, beti, se e me letu, se e pastaku, pasana si asniher, janë unë shumë kryt santru. Bravo, moj kaltra, moj. Je yll. Kaltra vogël. E ka radhën Uelli tani. Uelli. Manjola. Po. Para disa muajve unë isha për herë të parë te një opera në Vjenë. Bravo, te opera. Bravo prindërve që çuan opera. Muzik lehtë, edhe popullore. Ti kur çosh Nadje Penvezestu, se nuk e besoj se këndon në opera. Se beson ti që këndoj opera? Nuk e Ta besoj. provoj njerë? Proje. Hajde ta provojmë njerë. Moj kaltra. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut l'apprivoiser. Et c'est bien qu'on l'appelle si lui convient de refuser. Rien ni femme n'a su prière, la parle bien, l'autre se tait. C'est l'autre que je préfère. Il n'a rien que si mais s'il me plaît. L'amour, l'amour, l'amour. Faleminderit. Ha, si mendon, këndoj dot opera?
Ti nuk e ke ide çfarë koreografi e ke shëmtuar. Aman, ju lutem, mund të vish edhe një Kaltra bashkë me Amarin. Kaltra edhe një herë ta bëjmë solo këtë se kjo Kaltra është dhe balerin, kjo na doli showgirl. Aman, do të kërcente me ty, po shumë mirë, po dil pak te Ana, shti që të bëj atë koreografinë e vetave se e bën shumë bukur të dy. Do na e vësh edhe një herë profesor muzikën edhe një herë lutem. Po këtë. Edhe një herë Manjola është pak më pak. Aty ku je ti, shumë mirë dëgjoj. Aty ku je? Jo, këtë duam. Po jo Rozina, më këtë që po bëni. Kërcej e praf. Se rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien qu'on l'appelle si lui convient de refuser. Rien n'y fait, mais à souffrir, la parle bien, l'autre se tait. C'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il me plaît. Bravo! Kjo Kaltra është e papar. Kaltra është këngëtare, prezantuese, balerin. Na bën shumë show të bukur këtu. Gjithologe. Gjithobërse. Gjithobërse. Na kënaqe Manjola. Manjola, të bëjmë vetëm një pauzë vogël publicitare, ne do të themi pjesën e dytë, të vazhdojmë të flasim, të kërcejmë, të këndojmë, qëndroni me televizionin Klan, zgjedhja më e mirë të dielës. Në kërkim të telefonin tim e ka marrë Peter Panisi e vogël Kaltra. Qa po bën të telefoni Alketës ti Kaltra? Po vaj video. Qa videosh po bën? Do më bëj një video, mua kujtim sa do të gjiroj një gjë tha aty. Gjiroj njëro Kaltra, qa do thuash aty? Tule buke, Alketa, tule buke, tule buke, Tule buke? tule buke, tule buke, tule buke, Alketa vogël. Ua! Alketa vogël, shumë e vogël në fakt. Hajde ta put një çik dorën Alketa aty. Ta put pak dorën e vogël? Ha, mi bukur ke dalë, si duket? Bukur apo ja, po çka do ta bësh një më të mirë pastaj? Hajde mora Amar, ta bësh atë përqafim se... Shemra ime, o të kicin. U knaqë Amar? Do t'ja bëjmë pyetjen tani, do t'ja bëjmë pyetjen. Po Nea. Ja, Përqafoj dhe unë? Po patjetër, pse mos e përqafosh, po mos u çoni gjithë tani, se nuk jo disiplinoj. Do t'i shkoti Nea, Nea, shko Nea. Shko. Në fund do ta përqafoj Manjolën, do bëjmë të gjithë nga një foto. O të kicin unë ty. Emily, urdhro. Një barbe. Ashtu të dukem ty? Po faleminderit shumë që ka dita ime sot. Moj Kaltra. O Kaltra. Kaltra moj, dëgjoj këtu. Bëj një video mamit tani, video mamit tënd, bëj atë bukur për festën e nënave. Çfarë do t'i thosh mamit? Shtype këtë kuqen këtu dhe bëj mamit një video. Prit. Ha. O mami, jesi di djeli. O mami. Mami, të dua shumë, mami. Jesi di djeli, mami. Të dua shumë. Djeli, thot. Qa personazh. Jesi drit djeli, thot. Shiko, secili nga juve t'i thot mamit një gjë të bukur. Si është mami vetë për të, po jo drit dielli, se këtë e bëri Kaltra, të gjej një gjë tjetër. Edhe pastron zë çan, mami më zhyr fare, aty botët mirë. Bravo, bravo mami, gëzuar festën. Dajla, çfarë do t'i thuash mamit tënd? Që me zgjuar mami im. Është shumë e zgjuar mami jot? Prandaj ke dalë ti shumë e zgjuar. Shumë i zoti për puzzle. Shumë i zoti për puzzle mami? Po. E zonja për puzzle. Nea, çfarë do t'i thuash mamit? Gëzuar festën. Shumë bukur. Dajla, Tajla. si është mami jot? Me çfarë do ma krahasosh mamin pak, bukur? Është zemër. Është zemër, po mami jot më Emily. Por mamin e dua shumë. Po pse vërtet kur e thua këtë gjë? Thoja pak më ëmbël mami, pak më Jo ëmbël. mua më gatuan ças më bën. Ashtu, ë? Çfarë gëzimi mami mami? Bukurosha tjetër. Unë kam mamin si Amelia. Edhe njëra Amelia? Unë kam mamin si shtëpi, por kam edhe babin si univers. Mirë, shumë, po babi se ka festën sot, e ka një ditë tjetër. Ejdeni. E ti si e kam babin unë dhe mamin, Ha. i kanë shumë të zgjuar. Mami është e zotja për inxhinjere, dërsa babi di të luaj shumë mirë futboll. Bravo. Ullu këtu më i bukuroshe se na bëre rumuj të madhe tani, prit, se ka radhën Marisoli nga Gjirokastra. Marisoli flet tani. Unë Po, Mari- mamin e dua shumë si një angjëll mbrojtës. Bravo. Është? Bravo. Është si hero për mu, mami ama. Mamat janë gjitha heroina. Dhe Ambra? Mami im është më e mira. E tham nga një fjali për mamin me që është dita e mamave. Shumë bukur.
Tani e ka radhën për të bërë pyetjen Deni, Eden është radha jote? O Manjola, Po. ti e këngëtarja ime e preferuar. O, zemra ime, më Tani gëzove kam shumë. një pyetje për ty. Po. E di që motra ime ka bërë një këngë me kompjuter e pa qenë fare këngëtare? Vërtet? Si mendon se nuk na duhen në këngëtaret, se kompjuteri mami po këndon më bukur? Ashtu të duk dhe ty kur e dëgjove? Po. Manjola mendon që asnjëherë kompjuteri i motrës nuk do zëvendësoj zërin e njeriut, as shpirtin e njeriut, as atë emocionin që njerëzit kur vinë në një koncert duan ta dëgjojnë në çdo notë që nxjerrun, sepse kompjuteri vetëm shpirti nuk e zëvendëson dot. Është një gjë e ftohtë, e programuar, ndërsa artisti gjithmonë do t'jetë ai që do t'i japi publikut atë emocionin që të ngjeth mishin, që të mbush zemrën dhe që ti e mban mend një këngë apo një artist se si të ka zbukuruar jetën me vite të tëra. Ambra? Unë mendoj se ti je një këngëtare shumë e suksesshme dhe përveç kësaj në jetën tënde personale ti ke një arkiv shumë të madh dhe tani që po mendoj, unë shoh se ti me burrin tënd je njohur që shumë e re, që 19 vjeç dhe dua të di se si mund të jetojnë dy veta bashkë për një kohë kaq të gjatë pa u mërzitur fare. Po, besoj që kur është dashuri e vërtet, pa interesa, është dashuri që buron nga shpirti, edhe me kalimin e viteve, ajo bëhet edhe më e fortë, se përveç asaj dashurisë hynore, që dihet, është ajo që të lidh në fillim, ajo pastaj bashkohet edhe me faktin që për njëri tjetrin, ju bëheni dy njerëzit më të rëndësishëm në jetë, mbështetje, si në momente të vështira, po ashtu gëzoni me njëri tjetrin në momente të bukura, rrisni fëmijët bashkë, kështu që dashuria, ajo e vërteta, asnjëherë nuk humb. Me kalimin e viteve, natyrisht, mund të ndryshoj, por thash gjithmonë bëhet edhe më e plot, edhe më e fortë. Po si plaket një dashuri? Apo nuk plaket kur ajo? Po, dashuria nuk është robë, nuk është diçka materiale që të vjetrohet, që të konsumohet. Dashuria, thash, nëse është dashuri, që buron nga shpirti dhe ti e kupton që ai ose ajo janë njeriu i jetës dhe i zemrës tënde, nuk besoj që ka lidhje as me plakjen, as me këto. Shumë bukur e the. Çfarë po bëj mi kaltra? Jo, unë ta put dorën ty. Moj kaltra vogël. Unë ta put dorën ty, moj. Unë ta put. Aty mendje ke telefoni, ke telefoni është me orar përcaktuar Unë të do Peter thoja Pani. vetëm diçka, se ti je edhe vajzë pak më e rritur. Unë do thoja që me kohët që po jetojmë, e me kohët që do të vinë, unë do doja që t'ju flisja për një dimension tjetër të dashurisë. Se dashuria nuk është vetëm ajo mes një burri dhe një gruaje. Unë do thoja që ju jeni ca ëngjëj të bukur në shpirt e në fytyrë tani dhe duhet të ruani atë që është më e rëndësishme dhe që na bën të dallohemi, të jemi njerëz ndjeshmërinë. Ajo nuk duhet ju humbi kur, sido që të vinë kohët. Për mamin, për babin, për motrën, për ato njerëz që ju mësojnë, dhe kur të rriteni, edhe ato prindrit të kenë nevojë për ju të vazhdoni edhe të bëni atë gjë që ato kanë bërë deri tani, që ju kanë dashur, janë kujdesur, mos të harroni këtë gjë, mos harroni ato tiparet që ju bëjnë njerëz. Po del kënga jote e re, një këngë shumë e bukur. Si kur ta këndonim dhe ta kërcenim këngën tënde këtu sot? Nga? Është një gjë me vallen, më duket? Po, mirë, dakord. Ajo është kënga ime më e re, që unë nuk e kam kënduar asnjëherë deri më sot, po besoj që nuk ka sken më të bukur me publik më të mirë. Ju do më bekoni dhe ajo do jetë kënga më e suksesshme jetës time, se energji më të mirë se fëmijët nuk ka. Super. Hajde tani më duar trokisni që unë të kënaqem duke kënduar këngën. Të kërcejmë të gjithë tani është. Gati këtu banda për të kërcyer. Jo, nuk është gati. Pse s'është gati mi Kaltra? Se Kaltra komandon show-un këtu, prit. Pse s'është gati? Ka ndonjë ide tjetër? Nuk është gati, se nuk ka filluar muzika. U kënaqet o fëmijë. Festa keni gjithë jetën ju uroj. E ka radhën tani për të bërë pyetjen Marisoli. O Manjola, Ami zemra, po. ti
shkruan këngë, goca jote shkruan libra, po ku shkruan më bukur nga ju të dyja? Vajza ime, pa tjetër, ajo vërtet shkruan shumë bukur, shkruan libra prej vërteti, ndërsa unë shkruaj më tepër poezi, që do thot janë poezi të cilat unë i kam kënduar gjatë jetës time, po nuk e konsideroj veten shkrimtare. Të dyja lexojmë shumë, po ajo shkruan shumë bukur. Nea e ka radhën Të dyja tani. vajzat e mia lexojnë shumë, edhe unë po ashtu. Nea, O Manjola, Zemra. ne fëmijët zjemi shumë e njëri tjetrin, por pajtohemi shumë shpejt. Po ju artistët, si shkoni me njëri tjetrin? Ja, si ju fëmijët. Si ju. Ja. Ka natyrisht që si në çdo profesion edhe ne kemi me njëri tjetrin kolegë që duhemi, që shkojmë shumë mirë, ka edhe të tjerë me cilët të lidh vetëm koncerti edhe puna. Kështu. Ambra? Ti ke dy vajza, që mendoj se i do shumë, por ti i lë ato të lira për veprimet e tyre, apo risi që kiq mbi kokë? Ja, unë të them të drejtën, që kiqe që kane, si të duash ti. E vetmja gjë që nuk bëj dot në raport me vajzat, dhe pse përpiqem absolutisht dhe jam shumë shoqe me to, do me thënë është një raport vërtet që unë i kam mbajtur dhe trajtuar si shoqe, por vetëm indiferente nuk e bëj dot me vajzat, të them të drejtën. Jam e preokupuar që në momentin që dalin në mëngjes nga shtëpia edhe derisa kthehen në darkë, edhe për çdo veprim, për çdo gjë, unë e konsideroj që duhet i këshilloj. Pastaj ato e din vetë se janë vajza të rritura dhe të mençura, se çfarë marrin në çfarë më dëgjojnë dhe çfarë jo. Por gjithë jetën time, them drejtën, kam qenë kështu shumë e kujdesshme, sepse gjithmonë çdo prind, çdo mama sidomos, i duket sikur fëmijën e vet duhet ta ruaj nga gjithçka që ajo e di që mund të kenë vitet e jetës, kur ti je vogël, kur je adoleshente, është gjithmonë ajo ndjenja e mamas që e ke fëmijën më të shtrenjtë se veten, edhe do ta mbrosh gjithmonë. Vajzat e Manjona Albanit, në fakt, janë dy vajza të edukuara mirë, të lexuara, dy vajza metropolitane shumë të këndshme. Njëra studion në Londër, ka studiuar në Londër dhe punon në Bloomberg Finance tani apo jo? Po. Megi. Po. Ka shkruar një libër shumë të bukur Megi. Po. Si quhet ai libri Megit? Si jeni të tërë shkrimtar me dellë shkrimtare në familje. Libri Megit është një përmbledhje me kuriozitete vërtet shumë të bukura në anglisht, edhe Curious Minds. Mendjet kurioze, po. Për mendjet kurioze që duan të dinë më tepër. Ndërsa Cindy ka shkruar librin e parë Njësoj të ndryshëm, edhe pastaj Pas mureve të Parisit, që është roman shumë i bukur, edhe jam shumë e lumtur që ato shprehin kështu në këtë formë edhe gjithë çfarë kultura apo bagazh që kanë marrë në jetë, po unë gjithmonë kam pas një admirim të veçantë për shkrimtarët dhe më vjen mirë që vajzat e mia bëjnë një gjë Sensi tillë. krijues, po, sensi artistik, lulëzon në familje. Më pëlqen kjo gjë. Shiko, do bëjmë një shkëputje përsëri të vogël publicitare, se unë kam dëshirë që pjesën e fundit të këtij bloku të parë me të ftuarën tonë Manjola Albani ta mbyllim me një prallë të treguar nga Manjola. Do imagjinojmë se kur jemi në shtëpinë e saj të ngrohtë, do vendosim një dyshek këtu, një krevat shumë të madh, ku do jenë të 10 fëmijë të bashkë, lumë si ti tani mama me 10 fëmijë, edhe do dëgjojmë se çfarë prallë do rrëfesh për ta. Po. Nuk do flini gjumë, do bëni qef. sikur do flini gjumë, dhe pse është ora pak a shumë tani, po. Jo, ju do bëni sikur do flini gjumë. Derisa ta mbarojun prallën, do rini zgjuar, pastaj flini. Flini, se Kemi në të ftuarën e rregull. dytë, ne, kështu mos flemë. O jo. Pas publicitetit, qëndroni me ne, shumë gjë e bukur tani do vjen. Që nga të ky dysheku tërmeho, sikur unë jam shtirë me mami dhe mami mua po më tregon disa pralla. Fëmijë, tani, unë, si që ju thash, gatuaj shumë mirë dhe mund t'ju kisha sjell dhe ndonjë biskot. Po mendova t'ju sjell nga një dhurat, që nuk është ushqim për stomakun tuaj të vogël, po është ushqim për mendjen. Mirë? Dhe ju kam sjell nga një revistë. Nuk është revistë, është libër, nga Xhaxhi Kastrioti, i cili shkruan shumë libra për fëmijë dhe unë i zgjodha, sepse këta ishin me muajt e vitit. Për shembull, kur ke lindur ti Zemra? Në gusht. Unë do të jap një libër
që është me gushtin. Ja ti marrim këtu për para të tëra, edhe ti do e kesh kujtim dhe nga Teta Manjola, edhe nga Peter Pani. Tregimet e qershorit, të korikut, të gushtit. Mere Semra, kur e ke ti ditëlindjen? Unë kam në 28 gusht. Gusht. Ta gjejmë gushtin prap. Po, 28. po. Ja, e gushtit. Të tërë, kam marrë për të gjithë. Po, Du libra në qeshor. kam moj pa tjetër. Do unë një me një qeshor. Ja. Do unë një qeshor. Rritun do një. Po prit, se ti s'ke lindur në 2 muaj, në 1 muaj ke lindur. Ha? Do unë një me një qeshor. Po, ti e ke me 5 janar. Mere, edhe ti në janar ke lindur? Ja, janar. To. Urdhëro. Jo, pritash ti se po ka lindur shoku në qershor, jo ti. Edhe ti ke lindur urdhëra. Ti ke lindur në Korrik, mere. Kush ka lindur tjetër në Korrik? Mere, sa e urtë ti? Po në nëntor, kush ka lindur? Ja. Tani, t'ju tregoj Manjola një përrall të bukur? Tani. Po, ktheuni do më shikoni mua, do më dëgjoni? Po, ta marrësh me vete pa tjetër. Ta marrë? Pa tjetër, librat janë tuajët. Na ishte njerë një vajzë e vogël, t'ja u lexoj unë, pastaj këtu e lexon të shtëpia. Mirë? Më dëgjoni mua njerë, dakord? Na ishte njerë një vajzë e vogël me zemrën të mbushur plot me ëndra. Dhomën e saj e kishte me një kukull dhe me disa libra, dhe kukulla i ruante të gjitha sekretet. Nga dashuria e madhe për librat, ajo humbiste drejt botëve të panjohura. Brenda saj jetonte edhe diçka tjetër. Po aq e fortë, muzika. Meloditë e bënin të ndëronte dhe çdo mbrëmje ajo merrte kukullën pranë vetes dhe i tregonte gjithçka. Kur të rritemi, thoshte, me sytë që i shkëlqenin, dua të jem dikush që jeton me shpirtin plot. Ndërsa vitet kalonin, vajza nisi të kuptonte se jeta nuk ishte gjithmonë aq e thjeshtë, aq e lehtë edhe aq perfekte. Por sa herë ndjeje e humbur, një pjesë e saj e kthente tek ajo vajza e vogël që fliste me kukullën, tek vajza që besonte se muzika mund të shëronte gjithçka. Dhe ngadalë, pa e kuptuar, ajo po bëj vetë historia që kishte ndërtuar dhe imagjinuar dikur. Një vajzë me shpirtin e artistes, me dashurinë për dijen, për tinguj dhe të bukuritë e jetës. Një vajzë që ende beson në një të ardhme të ndritur, ku ëndrat maten me guximin për t'i mbajtur ato gjallë. Ndërsa diku, mbi një raft të vjetër, kukulla e saj ende ruan të gjitha sekretet, meloditë dhe ëndrat që një ditë do të bëhen realitet. E çfarë është kjo ëndra? Çfarë është kjo prallë? Është që të vegjël ju mund të filloni të ndërroni të ardhmen tuaj, pse jo edhe të shkruani çdo gjë që keni dëshirë të bëni në të ardhmen. Edhe unë jam e bindur që ju jeni aq të zgjuar dhe aq të mirë sa do ju realizohet të gjitha ëndrat kur të rriteni. Ha? Si e imagjinon? Unë e imaginoj që kam e një sken story. I arshëm. Bravo, po ti si e imagjinon veten? Imaginoj se do t'jem doktoresha më e mirë Lezhës. Ua, Lezhës, do vi unë deri në Lezhë për çdo gjë që të kem. Bravo. Po ju të tjerët? Dua të bëjmë një princesh shumë e zonja. Princesh shumë e zonja? Unë kam dëshirë të bëj një prezantese e zonja. Bravo. Kjo më pëlqeu, kjo dhe princesh dhe zonja, ka lezet. Atë vida Alketa që këtu usë sa rahati madh. Ja marrim një si gjumi, erdhi dhe Alketa. Gati për këtë gjumë, po kemi dhe pak punë. Ne punojmë për të ardhme në ëndrëve tuaja këtu. Manjola, një mbyllje kështë e pa zakon në dyshek. Shumë e bukur, shumë e me gjithë ka bukur. kalamaj, mama me shumë fëmijë. Fix, exact. Të falenderoj shumë që ishe këtu me ne sot. Shumë e lumtur. Besoj një intervistë fantastike dhe për ty dhe për ne. Shumë e lumtur që ndava këto momente kaq të bukura me këta ëngjëj të vërtet, edhe gjithashtu me ty, edhe me gjithë. Po, patjetër janë tuajat.
Unë do vendosem tani në qoshe të librit magjik, se duhet prezantoj të ftuarën tjetër, erdha vetëm për të dhënë një puthje dhe një falënderim. Dajla na mbulove fare Dajla, u bëre si batani e vogël. Ta futi pak Manjolo këtu. Faleminderit Manjola shumë. Shumë e lumtur, Faleminderit sonte shumë. me si është. Për kohën Faleminderit dhe për shumë. prezencën e mrekullueshme. Faleminderit Manjola në Albanit. Ta marrë. Aty Dorini, aty sa ta mbaroj Alketa prezantimin. Hajde Dajla, ti ulu këtu me Alketën? Hajde moj Dajla bukuroshja këtu.